Lushi, 70 vjeç nga Trushi, ka shprehur shqetësimin e tij se prej 5 vitesh nuk merr pension ai dhe as bashkëshortja e tij. Në mungesë të çdo të ardhure, ai përballet me vështirësi të mëdha ekonomike, duke bërë jetesën tuajse të pamundur, edhe pse i sëmur. I moshuari tregon se detyrohet të punojë për të siguruar ndonjë të ardhur, pasi nuk ka asnjë mbështetje financiare. Ai apelon për ndihmë dhe zgjidhje nga autoritetet për të marrë të drejtën që i takon. Pension që jem me zigru pa drejt pensionit, pa as një lloj ndihmet, as kam pas ndihmë kur kam pas 8 fëmijë, as kam pas ndihmë tash që thot jo kam lënë shpenzimet e tëna me dalë pension, jo kam bërë këtë shko merri tha pardje ka thonë Edi Roma që tha ti rren tha se unë ti kam qu tha paret se kush i mon këto paret të s'di gjë. Nuk di gjë kush atë mor fundin e ndihmës deleve, kush atë mor noften për mu, kush atë mor tana punë për mu, s'di kush atë e pi tomlin dem të do një festër. As një të ardhën për kryt të fëmijëve, as një të ardhën. Vetëm me gjaks të e blet 40.000 lek i dilim tokë. Të e blet 40.000 lek një dilim tokë me kullot baktin. Fëmija konë ka 2 fëmijë, njoni ka 3, që konë me nabo fëmija një pleqve, kur ka 3 dilim tokë e blen tokën. Jo ka shit tokën 3 hektarëve tjerë, aty në hajdudo që vjedhin bosh, noftën e lukët e delet e tëna që mojnë, 5 vjetë pa baj. Më punoj si që janë i 4 herë i bom operacion. 4 herë jam i bom operacion trupin të në 4 vende. Se kam që ronë, a dosh me mojtë fëmin, a dosh që u thesin e ka dha motit i 100 lek të e vjallë, 200 lek të mashit roja, unë të e që më shpin. Du pun, du buk, du shnetësi, më banë 12.000 lek një sirum që e baj. I moshuari tregon se këtë shqetësim e ka ngritur prej vitesh, por nuk ka marrë asnjë përgjigje nga institucionet përgjegjëse, duke lënë atë dhe bashkëshorten e tij pa asnjë mbështetje financiare.